Receta e sotme është një supë e shijshme dhe e shëndetshme me perime dhe me mish pule. Si fillim për këtë recetë na duhet mish pule. Unë kam përdorur pjesën e shpatullës, por mund të përdorni edhe pjesën e kofshës. Do t'i zihem me 1 litër ujë dhe me pak krip. Do t'i vendosim të zihen për 20 minuta derisa mishi i pulës të jetë zier plotësisht. Më pas do ta fikim zjarrin dhe do ta lejmë të ftohet. Ndërkohë në një tenxhere tjetër do të hedhim 3 lugë vaj dhe një qep mesatare të cilën e kam ngrirë imët. Qepën do ta lejmë të skuqet në temperaturë mesatare për disa minuta duke e përzier her pas here. Ndërkohë, pasi mishi i pulës të jetë ftohur plotësisht, do ta heqim nga lëngu dhe më pas do ta coptojmë. Lëngun e pulës do ta kalojmë në një enë tjetër ku më parë do ta kullojmë dhe do ta lëmë më njanë sepse do ta përdorim pak më vonë. Ndërkohë që vazhdojmë të skuqim qepën, pasi qepa është skuqur plotësisht, do t'i hedhim 2 deri në 3 tërpi hudhër. Do vazhdojmë të përzihem bashkë. Dhe më pas do t'i hedhim 2 karrota. Do vazhdojmë të përzihem dhe karrotën në temperaturë mesatare bashkë me qepën dhe hudhrat. Pasi e kemi përzier karrotën për 2 deri në 3 minuta në temperaturë mesatare, do t'i hedhim ujë ose lëngun e mishit. Unë në këtë rast i kam përzier të dyja bashkë dhe gjithsej kam hedhur 1.5 litra. Do ta përzijem. Më pas do t'i hedhim makarona supe, gjithsej kam hedhur 50 gram makarona, pak krip dhe pak piper të zi. Kripi kam hedhur vetëm 1 lugë çaj sepse dhe lëngu mishit kishte krip, kështu që para se t'i hedhni kripun mund ta provoni. Do t'i vendosim kapakun dhe do ta lejmë të ziejë për 10 minuta. Pas 10 minutash do t'i hedhim mishin e pulës, të cilën e kam coptuar. Dhe do t'i vendosim të zihen për 10 minuta të tjera. Ndërkohë në një enë do të hedhim një vezë, 2 lugë kos, do të hedhim 1 lugë miell dhe lëng limoni. Në fakt kam shtyllur gjysmën e një limoni. Do t'i përzijem mirë derisa mielli të mos na ngelet më me kokriza. Do të marrim pak nga lëngu supës dhe do ta hedhim në mënyrë të tillë që të mos na pritet veza. Do t'i bashkoj masat bashkë dhe do vazhdojmë t'i përzijem mirë në temperaturë të ulët. Në fund mund t'i hedhim majdanos sipas dëshirës dhe do ta lejmë dhe 5 minuta të tjera të ziejë dhe më pas do ta fikim dhe kemi gati për ta konsumuar.
Është një supë e thjeshtë, e shijshme dhe shumë e shëndetshme. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju ka pëlqyer, mos harroni të jepni një like ose të më lini një koment se si ju duk kjo video dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit që më ndiqni.